Në këtë sezon Granit Xhaka ka qenë qendra taktike e Sunderlandit, jo vetëm si mesfushor, por si motor i kontrollit të lojës. Ai është përdorur kryesisht si numër 6 ose numër 8 i thellë, duke funksionuar si lidhje midis mbrojtjes dhe sulmit. Kjo formë e pozicionimit i lejon atë të organizojë qarkullimin e topit dhe të mbajë posedimin nën presion, të shpërndajë topin vertikalisht dhe diagonalisht për avancim, të mbulojë hapësira në fazën e rikuperimit duke zëvendësuar shpesh edhe një qendërmbrojtës të tretë. Xhaka ka qenë një nga lojtarët me numrin më të lartë të pasimeve progresive dhe kontroll të ritmit të skuadrës, duke ndihmuar në qarkullimin e topit edhe kur Sunderland nuk dominonte posedimin. Strategjia e Sunderland pa Xhakën çfarë ka ndryshuar? Në mungesë të kapitenit për shkak të lëndimit në kyçin e këmbës, Sunderland ka vuajtur në disa aspekte taktike themelore. Klubi konfirmoi se Xhaka është jashtë për të paktën 2 javë, gjë që shpjegon pasi ai mungoi ndaj West Hamit. Probleme e kontrollit të mesfushës. Humbja e kontrollit të mesfushës pa Xhakën, Sunderland ka pasur mungesë organizimi në qendër, duke humbur aftësinë për të menaxhuar ritmin e topit dhe kohën e posedimit. Kjo u reflektua në humbjen 3-1 kundër West Ham, ku skuadra dukej shregull dhe pa ide në fazën ndërtuese. Mungesë udhëheqje taktike. Xhaka jo vetëm që është një lojtar që kalon topin mirë, po edhe udhëheq ekipin në fazën e presionit dhe rikuperimit. Pa të, pjesa e rikuperimit të topit dhe struktura mbrojtëse është shpesh e çrregullt, çka krijon hapësira për kundërsulmet. Zëvendësim jo adekuat. Trajneri Brice u detyrua të provonte formacione alternative dhe zëvendësues që nuk kishin të njëjtin profil taktiko-psikologjik si Xhaka. Kjo rezultoi në një mesfushë që shpesh nuk arrin të mbledh topin me qetësi apo ritëm dhe s'ka aftësi për të ndërtuar aksione të konsoliduara. Ndikimi taktiko-numerik në strukturë. Në ndeshjet ku Xhaka ka luajtur, Sunderland ka posuar më shumë pasime të pastra nxitse për sulmuesit, duke rritur shanset e golave. Ai ka regjistruar duele të fituar, interceptime dhe pasime të sakta, pasi shpesh zbret në rolin e një ankori që siguron ekuilibrin. Pa të, skuadra ka pasur më shumë humbje topi në mesfushë. Sulmuesit i mungon topi i sigurt për të shfrytzuar hapësirat kundërshtare. Dhe prania e kundërshtarëve në zonë bëhet më e rrezikshme për mbrojtjen e Sunderlandit. Konkluzion taktiko-strategjik. Rëndësia e Xhakës për Sunderland nuk është thjesht statistik, por strukturale. Me Xhakën, Sunderland është një ekip që ka kontroll, që di të menaxhojë lojën në presion dhe di të qarkullojë topin në mënyrë agresive. Pa Xhakën, Sunderland humbet stabilitetin e mesfushës, bëhet më reaktiv sesa proaktiv dhe nuk arrin të kontrollojë fazën e ndërtimit dhe rikuperimit si më parë. Kjo tregon se mungesa e Xhakës është megjithë ndikim taktik të madh, sidomos në një kampionat të fortë si Premier League, ku diferencat shfaqen në detajet teknike dhe psikike ndeshje pas ndeshje.